Një ditë pas vrasjes së 57-vjeçarit Pjetër Kaza në fshatin Tale të Lezhës, policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim një person i cili dyshohet si autori i kësaj ngjarje. Sipas bluve nga hetimet intensive dyshohet se shtetasi GA, ku për shkak të hetimeve nuk bëhen me dije të dhëna të tjera, ka qelluar me armëzjarje automatik në drejtim të 57-vjeçarit në momentin që ai kishte zbritur nga makina për të hapur portën e banesës dhe për të hyrë në banesën e tij. Identifikimi i autorit të dyshuar u bë si rezultati hetimeve intensive, provave të mbledhura në vendin e ngjarjes dhe bazuar në informacionet e sigurta nga inteligjenca policore, ndërsa ende nuk dihet nëse kemi të bëjmë me një krim të ndodhur për hakmarrje referuar përplasjeve që kishte familja Kaza me familjen Gjini apo ndonjë motiv tjetër. Grupi i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë vjon punën për dokumentimin e plot ligjor të rrethanave të kësaj ngjarje, ndërsa shërbimet policore vjojnë kontrollet në terren për kapjen e autorit të dyshuar të shpallur në kërkim për këtë rast. Referuar ekspertizës mjekoligjore, e cila ka përfunduar 57-vjeçari Pjetër Kaza është shëlluar me breshëri plumbash, ku 2 prej tyre e kanë prekur në kokë dhe një në pjesën e gjoksit, çka i ka shkaktuar vdekjen e menjëhershme. 57-vjeçari Pjetër Kaza u gjeti vrarë në makinë në oborrin e shtëpisë së tij në fshatin Tale të Lezhës, rreth orës 5 të mëngjesit të së dielës, ndërsa një vit më parë kishin vrarë edhe vëllan, Agustin Kaza, në një atentat në Bruksel, ngjarje e cila vijon të jetë e pasbardhur.